Kjo është një pyetje shqetësuese faktikisht që vëllezërit tanë, shqiptarët e Maqedonisë e ngrejnë vazhdimisht në raport me ne, shqiptarët e Shqipërisë. Cili është problemi? Thot, më ka qelluar në firmën ku punoj, kam pas shumë shqiptarë nga Shqipëria, si Librazhdi, Tirana, Kuksi, Martaneshi e tjerë. Problemi është që këta vëllezër shqiptarë, neve të Maqedonisë, na thonë Maqedonas. Dhe unë thot bëra llafe me njërin prej tyre, dhe ai thot në nxehje sipër tha ju jeni Maqedonas dhe realiteti duhet thënë të pëlqeu ty apo s'të pëlqeu. Kjo thot më lëndoi shumë, sepse ne lindim shqiptar, flasim shqip, rritemi shqip, hajm shqip, pim shqip, nervozohemi shqip, gëzohemi shqip, qajm dhe qeshim shqip. Shqetësimi që ka ngrit ky vëlla është me vend, është I saktë. Shqiptarët e Maqedonisë janë shqiptarët e Maqedonisë dhe nuk janë Maqedonës. Dhe nuk bën, edhe me fe nuk lejohet, që t'ja ndrosh tjetrin atë identitetin që ka. Dhe fatkeqësisht ne e kemi këtë problem. Flas edhe për veten time, nganjëherë e themi si pa dashje, ose na shkon kështu goja, po është gabim faktikisht. Dhe I bëj thirrje gjithë vëllezërve të mi të Shqipërisë londineze, mbi të cilën ne jetojmë, që të jenë të kujdesshëm kur flasin me vëllezërit tonë shqiptar të Maqedonisë. Mos ju thoni Maqedonas, nuk janë Maqedonas. Ato për këtë gjë po vuajnë, e kanë vuajtur e po vuajnë gjithë jetën. Ti tani shkon dhe e quan me gjuhën e atyre që ata gjithmonë, domethënë kanë pas, si më thënë, përplasin nëse do të themi kështu me ta, ti shkon dhe I qun në emër të tyre, kjo është vallai gabim shumë I madh. Është mëkat. Prandaj kujdes mos t'i lëndojmë vëllezërit tanë.